që ti tash duhet kesh edhe një opcion, por një opcion, një alternativë tjetër. Ne nuk duhet të heqim dorë nga integrimet evropiane, nuk po them, por ta kemi edhe planin B. Këtë plan B duhet ta bëj Akademia Mjeresht, andej e këndej Kufiri, ne i kem 2 akademi senile, i kem doplec senil, që marrin pagat majme edhe nuk prodhojnë asgjë. Por duke llogaritur këto kontingjentet e reja që kanë marrë përgatitje jashtë edhe brenda vendit, që kanë vizion, kanë, si me thonë, kanë njohje, po kanë ide, po kanë edhe vullnet për ta çuar përpara dhe për ta bërë Shqipërinë një Shqipëri të re, ku do të instalojë si me thonë, me masa milimetrike vlera, sistemi i demokracisë, që ato standarde që i ka Evropa. Ne nuk po kërkojmë as më shumë as më pak. Mirë, po Shqipërisë ti më nëshmi thonë demokratike, por Shqipëria nuk është demokratike. Në këto 4 dekada në gjykimin tim, Shqipëria ka dëshmuar që është një kapitalizëm i egër, një kapitalizëm grabitçar, ku pushteti është shfrytzuar për të krijuar këtë klasën e re. Bilet e ju, ky fenomen është më i theksuar, për shkak se periudha e Xhaxhit Enver ka qenë një periudhë ku ky fenomeni e egalitarizmit ka qenë i shtrirë në gjitha sferat, edhe horizontalisht, edhe vertikalisht. 97 që këndej ka kriju një masë kritike, edhe ardhja e këtyne garniturë, të filloj prej Sali Berishës, deri te ky fundit, të gjithë janë me mëkate, dhe këto mëkate janë të natyrës së, si me thonë, të krimit, korrupsionit, skandaleve, pra këto e kanë deformu pamjen, idenë, konceptin, ambicien edhe vlerën e demokracisë. Profesor, të lutem, kam edhe diçka të fundit. Sipas studimeve sociologjike, cili është fundi i një proteste pa kokë? Fundi, kjo është, e ke nevojë një pyetje interesante. Në bazë të analizë dhe bazë përvojës që i përcjell këto fenomene në gjithë botën. Protestat që përmena pak të torazi në kuptimin që në rast se protesta arrin ta mirëmbaj kohezionin e brendshëm, unë nuk e di kush janë ata, me siguri do të ketë dikush që në gjykimin tim ja don të mirën e Shqipërisë, nuk du me dëshu që ka dhe grupe tjera, nuk po i përjashtoj, por ata ndoshta janë diku në periferi dhe presin një moment. Por në gjykimin tim, sa ma shumë që zgjat protesta, sa ma masovike që të bëhet, as ma shumë rritet, dhe me thonë edhe ambicia, synimi që kjo proces, që kjo protest, kjo revolt, qytetruese, ky vlerë, ky gjallërim emocional, politik, ekonomik, do ta çojë deri në fund këtë projekcionin edhe idenë për ta bërë një Shqipëri të re. Pastaj ne mund t'ja ngjesim emrin si do, Shqipëri etnike, Shqipëri, por unë përmendi me qëllim këtë fazë që mos të dezorientohen njerëzit. Protesta duhet jetë projekt për një Shqipëri të re. Kur është Shqipëria mirë, është Kosova mirë. Kur është Kosova mirë, është Maqedonia mirë, është Çameria mirë. Pra, këto duhet ke një sinkron. Tashti, unë nuk e di se ende është herët ndoshta të bim një gjykim se ashtu të shku protesta në këtë drejtim. Mirë po, aja që kisha bërë apel prej Prishtine, ju lutem, vazhdoni protestën, në protesta ka qëllime të mira, ruani qëllimin, përdorni mjetet cilat janë fisnike dhe, si me thonë, përputhje me standardet evropiane, se Evropa është duke në mbikëqyr. Momenti kur ne futemi në labirinteve tjera, cilat janë pengesë serioze për ta barsuar këtë arkitekturë, atëherë ne kemi me pas probleme. Unë e uroj që kjo protest dhe përkraj fuqishëm, edhe me siguri në rast se dal javën e ardhshme dhe vazhdon, unë do t'jem atje një qytetar i thjesht, i cili me prezencën fizike do ta përkraj. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën dhe sidomos edhe për mesazhet kombëtare, që janë aq të nevojshme dhe domosdoshme. Janë nevojshme dhe ne, jo vetëm ne në Ballkan, por
bota po pëson një krizë tektonike. Rendi i vjetër po shkon, po vjen rendi i ri kërkon njerëz të ri, njerëz që kanë ambicie, kanë synim, kanë projekte, kanë ide që janë në përputhje me këto procese. Këtyre që kanë qenë, këtyre historia do të përmbledh në mënyrë taksative. Gjimi kombëtar kur ka ardhur në momentin e duhur dhe nga aspekti gjeopolitik. Është e vërtet kjo, edhe ne duhet me shfrytëzu. Në rast se nuk e shfrytëzojmë me mençuri, atëherë mund ekziston rreziku që mund na infiltrohen edhe alient kalë të Trojës, se nuk ja dojnë të mirë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Atëherë krejt projektit shtin me dyshu që infiltrimi i këtyre elementeve mënet me na pengu edhe me na e prolongu. Mirë po unë besoj që duke i parë këta tri që nuk kanë hipoteka, nuk kanë ngarkesa, as ideologjike, as politike, as morale, as etike. Njerëz që dojnë me qenë të lirë, sipas standardeve ku sundon ligji, ku ka një përfaqësim të respektueshëm, ku pushteti është diçka i përkohshëm, jo kjo ripërsëritja që i kemë njëjtat fytyra për këto 4 dekada. Këto nuk e doron demokracia. Demokracia është një rotacion ku elitat politike paraqisin projekcionet e veta, bëhet një garë ferm, pra fillimi është i barabartë, por nuk ka lidhje me, si me thonë, me monopolet të cilat me ardhin e pushtet, çdo qeveri mundohet me kriju sa më shumë, me përvetësu nga shteti. Pra është me vidh më thjesht, me vidh vendin tonë, shtëpinë tonë. Kjo është një term i cili unë mendoj që kjo gjenerat nuk e ka është e liru për kësa hipoteke, ka një vizion fisnik, edhe unë besoj që ky vizion jetë në funksion krijimit një Shqipëri e tre, jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por gjithë shqiptarët e Ballkanit. Të falenderoj shumë, profesor. Lutem, përshëndetje nga Prishtina.